Edhe njëherë shikues të zërit diasporës dhe rrjetit global të biznisit, tash kom kënaqësinë që ta prezantoj zotëri Omer Nura, kryetar i rrjetit global, që të na sqaron pak a shumë se si eci puna gjatë këtij samiti dhe të mirat edhe jo të mirat apo diçka që ka pas mundësi më plotësua. Që të marrëm opinione tash mas përfundimit. Zotëri Omer, faleminderit shumë për kohën edhe për angazhimin. Faleminderit juve që po na përcjellni dhe gjithë shikuesit juve. Ju përgëzoj për angazhimin, turoj postën e kryetarit, vërtet ke filluar me një dinamik të mirë edhe të fortë për organizimin pa disa evente deri më tani. Më trego pak a shumë për disa evente deri sa ardhëm tek samiti tani. Po, në vitin e kaluar kemi pas çdo muaj ka një aktivitet në një shtet të Evropës, ku kurorzu me një aktivitet të jashtëzakonshëm në Stamboll në janar, që i patëm ofër 500 biznese, prodhues 50-70 vite të vjetër, që kanë dalë para 100 vjetë nga Kosova, Shqipëria, Lugina, po përsëri me mendje, me shpirt janë shqiptarë dhe mendjen e kanë që të investojnë në Kosovë e Shqipëri. Tani, në shkurt, në mars, kemi pas po ashtu aktivitete. Në mars bile kurorzu me shkurën time në Australi, ku Hearth Festi tyre, që ishte tani vjeshta atje, ishin përmis 10.000 shqiptarë në atë aktivitet, edhe në aktivitetin e rrjetit kanë me 10 biznese, ofër 100 biznese kanë në atë takim, ku njoftum për së ofërme, për mundësitë e bashkëpunimeve, edhe pse janë largë përsëri mendimet i kanë në Kosovë, Shqipëri e Maqedoni. Ishi edhe në Turqi në janar, më thuni pak si e pat vetë, si e gjetë vetën e çfarë pritje u bën? Pritje madhështore, si që potencova më herët, ata janë me 3 gjenerat që kanë fabrika. Do me thon, potenciali është jashtëzakonshëm edhe shteti më shumë shqiptar është Turqia, nga popullota, normal edhe mundësitë dhe potenciali është shumë më i madh se sa në shtetet tjera. Këtu në samitin e 4 në Tiranë ishte organizuar edhe nga qeveria e Shqipërisë në bashkëpunim me juve. Më thoni pak a shumë se si e pat organizimin edhe çka mendon që kish pas mundësi më bë më mirë, nëse s'ka qenë krejt mirë. Po, ne kemi fillu para 3 muaj faktikisht me qeverinë e Shqipërisë të fillojna të bashkëpunojna për organizimin e këtij eventi. Qëllimet janë të mira, po si biznese ne kërkojmë konkrete. Kërkojmë që t'japet hapësira bizneseve të bashk bisedojnë, jo të na japin retorikat dhe fjalimet, por jo në vepra konkrete. Ato ma shumë na mungojnë, po përgjithësi ka qenë mirë, ne jemi përmise 100 sa biznese që kemi ardhur nga gjithë Evropa, edhe nga Australia ka pas biznese, kështu që përgjithsisht ka shku shumë mirë, ka mundësi për hapësirë për më mirë më po na duhet me ko pozitive dhe duhet me i këshyra ato pozitivitetet, jo negativitetet. Për gjitha tjerat kuptohet, një çështje që më ranë sy se mua si përcjellësi i eventit, ishte interesimi i madh i ministrave, zëvendësministrave, këshilltarëve të ministrisë, që të marrin sa më shumë dhëna, qoftë edhe prej bizniseve dhe biznesmenëve, organizatorëve. Nuk e kam pak të them të drejtë, nuk e kam pak të entuziazëm me herët. A mendoni që është një derë shtesë hapëne për biznisin e diasporës në qeverinë, përmes qeverisë Shqipërisë, kësaj here, edhe natyrisht lidhje me bizniset e vogla të mesme dhe të mëdha? Po, tani edhe qeveria ka njerëz, ka ministra, zëvendësministra, punëtor të aftë, që nivelet, ne punojme që 12 vite me rrjetin dhe organizojmë që 12 vite konferenca ekonomike, kurse tani përshofim një nivel më të ngritur, si në qeveri, si në biznese këtu, pregaditja dhe interesi është shumë më i madh se që ka qenë vitet e kaluara. Edhe besoj që me këtë mendim edhe me këtë vullnet të mirë që kanë, besoj që kemi bërë gjëra shumë të mëdha të mira.
Unë të falenderoj për angazhimin edhe një herë. Mu vjen mirë që jam pjesë e rrjetit, natyrisht në Britani të Madhe, unë e semi jem me gjithë biznesin atje jem të punu një punë bege të arsyeshme dhe ka shumë të interesuar që të janë pjesë e rrjetit. Pra ju presëm Londër nëntor me sa di unë është të caktuar për Londër. Po, në nëntor shifemi në Londër, gjithë bizneset janë të ftuar që tani të përgatiten, ta kanë një stand, të prezantojnë o shërbimet e tyne, o produktet e tyne, o mendimet e tyne, ne jena të hapur, derën hapur e kemi për çdo biznes që ka interes, si import, si eksport, hajde t'ja u hapum derën edhe veneve tona, t'jemi ata urlidhësat kryesor, po edhe pse mos të bashkëpunojna në venet ku gjindemi, t'jemi më të afërt, të shfrytëzojmë në mënyrën pozitive njëri tjetrin për produktet, për prodhimet, për shërbimet e njëri tjetrit, se paraja kur lëviz ndërmjet vete, aja ka vlerë më të madhe. Faleminderit edhe një herë, të uroj sukses edhe punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Po vazhdojna?